Po çfarë mban mend nga Dasma atëherë? Ta kujtoj me humor, çfarë mbaj mend? Unë mbaj mend shumë gjëra. Megjithatë do të them një element, një detaj të vogël që shumë e mbajnë mend ata që ishin tek nata e shoqërisë. Pasi mbaruan gjithë to me familje, 1, 2, 8, 600 familjet, një natë ishte vetëm për shoqërinë. Dhe shoqëria ime në atë kohë nuk e dinte që unë isha një abuzues i lehtë i alkoolit dhe asnjë gjë tjetër, pra jetë e re, jetët e mia të reja her pas here. Dhe kujtoj që unë duke dhëndëruar, vinin zarfat me lek. Si vjen aty në cepun, duhet të qesh e kot. Unë si një stek bilardo i holl ca qime këtu, shkollë natë, ende i pa formuar, po do pillja unë, do isha baba, isha me idenë që dhe isha dhe ja mende që njeriu të vetëm qëllim, të vetëm gjë që ka për sigurt ose qoftë qëllimi jetë është riprodhimi. Dhe unë kam vënë këtë si qëllim që ta bëj racën njerëzore më të bukur. Mjafton të shohësh mua. Aha, çfarë mban mend? Mbaj mend që zarfat në një moment po bëheshin çuditshëm. Okej. Po bëheshin si me male, si të ngurtë, si dhe unë hap një nga zarfat dhe Qindarka. Jo me qindarka. Drogra të rënda. Ti kishe sjell për qok. Para, S'pas ka respektu. edhe në një gurt vogël. Dhe isha para një momenti cilët po dine policia 110 vjetë burg. Se s'di se sa mund t'ishim bërë. Dhe marrë njërën prej shokve që është shumë i famshëm, cilën nuk mund t'a përmenda, një reper është ai. Dhe i lë për detyrë, dëgjoj zotëri, pasi morë këto zarfat janë për respektohet gjithë. Dhe pas 20 minutash unë e gjej veten duke u bërë vrim në tavan. Pasi më kishin marrë hedhur bër dhe unë që dale lë dasmën, unë njeriu i dasmës, lë dhe dasma kishte vazhduar deri të nesër në orën 1 të drekës. Pa ty, pa dhëndrë. Po s'kush kishte me interes, aty ftoni shokun, të nesër unë kisha bërë para pagesën më herët, shkolla pagova disa milion lekë të tjerë sepse ishin shumë vodka, whisky dhe të tjerë. Këtë e mbaj mend. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.